Jemi në fazën përfundimtare, sepse fjalët përfundimtare të palëve në procedurë shënojnë edhe përfundimin e procedurës. Natyrisht, në fjalët përfundimtare si prokuroria si mbrojtja do t'i përmbledh faktet dhe provat, secila për ta mbrojtur pozicionin e vet. Fillimisht do të startojë prokuroria, pastaj mbrojtja. Ekziston një aktvendim i gjykatës ku në mënyrë të qartë përcaktohen edhe detajet. Në atë aktvendim thuhet se prokuroria do t'i ketë 8 orë, ndërsa secili ekip mbrojtës nga 4 orë e gjys, po gjithnjë edhe të pandehurit do t'i kenë 20 minuta që t'i drejtohen gjykatës. Pas përfundimit të fjalëve përfundimtare, trupi gjykues do të tërhiqet për vendimmarrje. Trupi gjykues në bazë të rregullorës i ka 3 muaj që të marrë vendim, mirë po nëse trupi gjykues e vlerëson se i duhet më shumë kohë, trupi gjykues mund të kërkojë nga kryetarja e gjykatës që afati për marrjen e vendimit të vazhdohet. Po prokuroria do të provojë që ta bindë gjykatën se akuzat e tyre janë të bazuara në fakte dhe prova. Natyrisht mbrojtja do ta dëshmojë të kundërtën. Pra prokuroria do t'i referohet provave të cilat ajo i ka administruar, një gjë të tillë do ta bëjë edhe mbrojtja, sepse kështu e ka procedura kontradiktore, në bazë të parimit le të dëgjohet edhe pala tjetër. Po ashtu mos harroj që ta them se edhe trupi gjykues ka të drejtë të kërkojë sqarime nga palët, nëse në fjalën përfundimtare palët kanë lënë diçka të paqartë, apo se trupi gjykues e ka të paqartë ndonjë qëndrim juridik qoftë të prokurorisë, qoftë të mbrojtjes. Pra edhe trupi gjykues ka të drejtë që të kërkojë sqarime. Ky rast është zgjatur tej mase, kemi thënë edhe ne si IKD që edhe paraburgimi ndaj tyre për 5 vite ka qenë i parështishëm për faktin se ata vetë janë dorëzuar drejtësisë. Megjithatë, mund të themi se në këtë rast janë administruar një numër i madh i provave, janë dëgjuar një numër i madh i dëshmitarëve, megjithatë ne presim që trupi gjykues të bëjë vlerësimin e duhur të secilës provë dhe secilit dëshmitar në mënyrë që mandej të reflektohet edhe në vendimin final. Nuk besoj se trupi gjykues do të ketë mundësi që para qershorit ta bëjë shpalljen e aktgjykimit, sepse procesi ka qenë mjaft voluminoz. Kur them voluminoz, e kam për numrin e madh të dëshmitarëve, e po ashtu edhe numrin e madh të provave materiale të cilat janë shqyrtuar në proces gjyqësor. Gjykata nuk ka vendosur gjatë procedurës për pranueshmërinë apo papranueshmërinë e provave, sepse në ankesat e mbrojtjes vazhdimisht ka sjell vendime se gjykata në fund, në fillim do të vlerësoj se një provë a është e pranueshme apo e papranueshme, dhe aty do t'i ndajë do thotë provat e pranueshme prej atyre të papranueshme dhe do t'i shqyrtoj vetëm ato prova të cilat mendon ajo se janë të pranueshme.